Do të flasim për qeverisjen e Donald Trump, me shumë qëndrime të forta, tërheqje të her pas hershme, por deri tani duket se gjërat nuk kanë ndryshuar shumë që nga ardhja e Donald Trump. Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës vazhdon, Rusia vazhdon të jetë edhe më agresive, situata në Gaza vazhdon të jetë e njëjtë, tarifat ende në pjesën më të madhe nuk kanë nisur të aplikohen pas shtyrjeve të her pas hershme të Donald Trump, ndërkohë që përplasjet e brendshme kanë nisur të bëhen edhe më të forta për shkak të politikave që lidhen qoftë edhe me universitetet, me vizat për studentët, apo me qëndrimin e fundit për të revokuar apo për të mos u dhënë viza edhe zyrtarëve europian, të cilët do të kenë qëndrime kundër amerikanëve për atë që sekretari i shtetit Marco Rubio e quan si cënim i lirisë së fjalës. Sokol Kondi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, është me mua në studio për të diskutuar për këtë çështje. Sokol, mirë se erdhe. Kënaqësi, si gjë. Trump, çfarë ka prodhuar, nëse mund të përmbledhësh shkurtimisht gjatë kësaj presidence deri tani? Jemi shumë shpejt, por nuk jemi dhe aq shpejt nga ato çfarë vetë Trump kishte përcaktuar si objektiva të tij të fillimit të mandatit. Me pak fjalë një politike llojit tërhiqje mos e kaput, pra është rikthyer zoti Trump është rikthyer disa herë në hapet e tij, mbas vendimeve bombastike me jehon ndërkombëtare që kanë ndërmarrë. Një ndër më simboliket që mund të kujtohet është thirrja e presidentit të Ukrainës Zelenski në dhomën ovale, nëse nuk gaboj, ku ai mbas rreth 50 minutash apo 45 minutash të një vizite, të një bisede diplomatike zyrtare dhe shumë formale, pati një 5 minutë show ku presidenti dhe vicepresidenti e gozhduan, e vunë para përgjegjësisë, ku mund të mbajnë mend më shumë ato 5 minuta se sa çdo vizitë zyrtare e Zelenskit në të gjithë historinë e konfliktit të Ukrainës. Pra një show, një fill mediatik, ndërmjet aktorësh të kalibrit lart, sepse duhet thënë që edhe vetë Zelenski është një aktor. Trump po është një showman i sprovuar në të kaluarën e tij mediatike. Ishte një përplasje kinematografike. Po, mund ta thënë, edhe Vance nuk ishte keq. Që mbase nuk ka pasur një përvojë të medjave audiovizive si dy personazhet e tjerë të kalibrit të lartë. Por ka shpresa. Ka kredenciale shumë të mira. Kështu që zoti Trump është akoma në kuadrin e një lufte deklarative, më shumë se sa në veprimet konkrete. Dhe për fat keq kjo e shpalosi dobësi të Shteteve të Bashkuara përbri palëve të tjera, të fuqive të tjera botërore në bisedime. Pra, nëse ti shkon në bisedime me Iranin, me Korenë e Veriut apo me Rusin, Konfederatën Ruse dhe kërkon qiqra në hell, ata do të zvarrisin, do të tallin, sepse liderat e tyre, të Shtetet Bashkuara janë lidera që sundojnë në mënyrë autokratike dhe pa një fre, pa një limit kohor. Dhe përballë zotit Trump që ka frenetizmin të bërë të gjërave urgjent, ata kanë në kohë në favorin e tyre, mund ta zvarrisin dhe kjo e paraqet si të dobët Amerikën në tryezat e rëndësishme diplomatike, në bisedime. Pra, ka një gur bisedimesh të brisht në dorë zotit Trump, kur shkon në Kuturu, pra, për të kërkuar paqe apo armëpushim, dhe më pas përplaset me një mur. Për të, dhe për diplomacinë amerikane, kjo është një dobësi që për hir të vërtetës nuk ishte shfaqur e tillë gjatë qeverisjes Biden, me gjithë dobësitë dhe problematika që kishte. Problematika që mund të kishte ajo administratë. U justifikua disi Marco Rubio, kur tha se neve nuk po ecim me politikën e sanksionit dhe ndëshkimit, sepse po lëmë edhe pak hapësirë për të reflektuar për negociata dhe për t'i dhënë fund luftës. Ndërkohë që zoti Trump së fundit duket se ka lënë një afat prej 2 javësh. Për luftën në Rusi? Po, në Ukrainë. Po e marrë këtë të parën si çështje për të cilën kishte premtuar që do të jepte fund edhe brenda 24 orëve. Zoti Trump ishte premtuar pikërisht që të jepte fund brenda 24 orëve, pra nuk mund të bësh deklarata të tilla përveç se nuk e bën qëllimisht për të krijuar si thua sensacion. Po fushat nuk është më në fushat tani. Ishte se nuk e ka përmendur më, pastaj e bëri 3 muaj tani. Tani kanë kaluar retorika që është i çmendur Putini, pra kanë kaluar nga ekstremi në ekstrem. Nga një miklim që zoti Trump u mundua duke paraqitur Putinin si burr shteti apo si great man apo njëri madhështor që
me të cilin mund të flitej, që një çështje personale me dy burra shtetas, të cilët ata vetë personalisht do ta zgjidhin. Nuk po rezulton kështu. Putini nuk ka pranuar as armëpushim, nuk ka pranuar as paqe, dhe gjastat janë të pakta që unë mendoj që të pranoj qoftë njëra nga të dyja, për sa kohë ai ka akoma objektiva ushtarake të arritshme dhe që po i arrin në terren. Ndërkohë që flitej për bisedime paqe, Putini realizoi sulmin më të rënd me dron në Ukrainë që nga fillimi i luftës, që nuk është sinjal nuk është sinjal paqe, por është një sinjal që ai po kërkon të marrë maksimumin përpara se të ulet për bisedime të vërteta paqe, nëse do ta bëjë, se unë kam dyshime që Putini ka arsye për të ulur për bisedime paqe apo armëpushimi. Përjashton rastin që këto e bën qëllimisht për të zvarritur dhe për ta nxjerrë qesharake palën amerikane në bisedime, dhe për dalë ai një macho. Sa do të toleroj Donald Trump, apo nuk ka të, sepse ne me lider të tjerë e kemi parë të shfaqet si njeriu që nuk pranon të gjynjëzohet, nuk pranon të kthehet fjala, nuk pranon të vihet në diskutim qasja e tij. Në këtë rast duket se Putin ka kaluar çdo lloj limiti. Për hir të së vërtetës, ne nuk e kemi parë asnjëherë Donald Trumpin si luftë-bërës. Në mandatin e tij të parë, ai ishte shumë... Ashtu e projektonte veten si paqe-bërës, njeri të paqes. Po, ndërkohë që retorika e tij është e zjarrt, veprimet e tij pastaj rezultatet sjellin një të kundërtën e të bërit luftë. Pra, paqen, por nëse kemi parë në kontekstin e luftës, ai e gjeti të mbartur këtë situatë me Gazën dhe Ukrainën, dhe tashmë është shumë kurioze të shihet se si do veprojnë në